Marrëdhënia e këtij populli është që ne jemi në kufit e skadencës, ose ka mbaruar skadenca. Po të shikosh, Gjergj Luca e di mirë, kur fillon prodhimi dhe kur është mbarimi. Dhe po të shikosh, Gjergji është nga personazhet më kryesor, i cili ja ka gjetur defektet dhe kur fillon dialogon, e shikon që fillojnë irritohen, komentojnë e tjera, dhe ai përsëri u qëndron përballë, dhe me atë sportivitetin e vet, që e ka klasik, me fjalë është një kopja e Gjergj Lucës, nuk bëhet dy. Është një kopje. O vetvetja, nuk i hiqen vetvetes. Po pikërisht, ai është një kopje dhe kopja e dytë nuk prodhohet dot si ai. Se prodhohet dot, e para herë ai nuk ka as nuk e ka në mendjen e tij as nuk kalkulon që dali jashtë vetvetes. E prekëm në këtë pikë sepse ai është një personazh nga më cilësorët në këtë vend, është një biznesmen, i cili me uljet ngritjet e tija në fazat të ndryshme të biznesit ka arritur të mbijetoj, dhe unë si Edmond Petrej nuk e shikoj Gjergj Lucën si një personazh i përkrahur nga pushteti. Unë shikoj që një person i cili ka marrë ato ngrehinat dhe ato cop-cop, ato ndërmarrjet e demoluara, të mbaruara e tjera, dhe i ka sjell në identitet dhe i ka rikonstruktuar, që i ka bërë ndërmarrje të frytshme, ambiente shërbimi dhe punësimi. Më thuaj, zoti Petra, se duhet pyesë unë ty, po të them, më thuaj një biznesmen në Shqipëri që prodhon, mund të ketë në një tek të vogël, Gjergj Luca prodhon, e ka peshkun, e merr, e përpunon, e ashtu, dhe e shet tash deri në Amerikë e në vendet skandinave. Dhe servir, bravo. Pra, përveç kësaj që ka fut rreth 3000 punëtorë në punë. Ajo është më kryesorja. Po, tjetra është, ajo do dalë që thatë ju. Ky nuk ka ndërtu Gradaciela, nuk ka ndërtu pallate për me fitu. Tani jemi në një mendje dhe unë Gjergjin e kam më shumë për zemër. Jo, se është ajo që thatë ju është e vërtet, se du ta lidh, sepse e sulmojnë shumë. Nuk ka njeri më punëtor. Me kështu është populli ky, është populli. Punon paktën punon 16 orë në ditë. Atë jo, ai ka 24 orë, sa i merr makinë, shko Saran, shko këtu, shko atje, e kanë lëvizje për mua Gjergj Luca. E dyta është prodhues, që ne nuk kemi prodhues, po kemi batakçi që morin leje ndërtimesh dhe bëjnë ndërtime, i shesin ashtu dhe shëmtojnë vendin, dhe ky njeri ka zbukuruar ato grehinat që thuti. Shkon Maliq, që është me humbje të shkon Maliq, çfarë bukurie ka bërë. Në Elbasan, 2 kinemat më të bukura në Republikë ke të Gjergj Lucës. Teatrin më të bukur e ke Gjergj Lucës. Është një kompleks kulturor, artistik dhe biznesi. Pra, ku i ke patit rradhjen? Një tjetër që duhet përmend është Gazdemi, i cili ka marrë leje, ka marrë këtë, po bën fusha sportive, ka bën një klub sportiv, mori një Partizan me sistem dhe ka ndërtuar gjithat klub modern që është si klubet e Europës, me hotel, me mens, me gjithë. Pra, ideja është neve kemi një problem me investitorin. Po ta shikoni këtë po, është bërë një debat i jashtëzakonshëm për sa i përket rastit të Pacollit. Problemi është që ne kemi si popull i natë investitorin. Neve e urrejmë investitorin. Ne nuk e duam njeriu në suksesshëm. Është populli këtu më. Popull demelma. Është populli. Shikoj çfarë ndodh këtu Ilir. Neve këtu është edukuar një popull i cili çohet në mëngjes, ku dallon për shembull një britanik nga një shqiptar, për shembull.